Kryetari i Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu, i cili gjithashtu ndodhet në Burg, i ka dërguar një letër mbështetje kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Imamoglu tha se priti me gëzim lajmin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për rrëzimin e vendimit të sharkimit të Veliajt. Ai shtoi mëtej se ky vendim përfaqëson shumë më tepër se një çast të lehtësimi personal. Sipas tij, ky vendim është një shenjë e rëndësishme besimin në qeverisjen demokratike, sundimin e ligjit dhe vullnetin sovran të popullit të Tiranës. Imamoglu shtoi se çështjet e tyre janë të njëjta, zbulojnë një të vërtetë që te kalon kufit. Letra plotë e Imamoglut. Të dashur miq, me mirënjohje të thellë për të gjithë letrat dhe fjalët mbështetëse që më keni dërguar e më dërgoni çdo ditë, e të cilat i çmoj pa mas, po publikoj edhe këtë letër inkurajuese nga miku im, kryetari i Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu, të cilin e falenderoj nga zemra. I nderuar kryetari i Bashkisë, miku im i dashur Erjon, nga vendi ku ndodhem, i ndaluar në burgun e Silivrisë në Stamboll, e prita me kënaqësi të thellë lajmin se gjykata kushtetuese e Shqipërisë ju ariktheu mandatin e fituar në mënyrë demokratike të kryebashkiakut të zgjedhur të Tiranës. Dëshiroj t'ju përcjell urimet e mia më të ngrohta dhe më të përzemërta për këtë hap inkurajues dhe domethënës drejt rivendosjes së drejtësisë dhe demokracisë. E kuptoj se në këtë fazë mund të vazhdoni të përballeni me kufizimet të lirisë tuaj dhe dua që ta dini që gjatë gjithë kësaj kohe jeni në mendimet e mia dhe keni të gjithë solidaritetin tim. Ky vendim përfaqëson shumë më tepër se një çast të lehtësimi personal. Ai qëndron si një shenjë e rëndësishme besimin në qeverisjen demokratike, sundimin e ligjit dhe vullnetin sovran të popullit të Tiranës. Në një kohë kur drejtësia dhe integriteti institucional po vjen në provë në shumë pjesë të botës, ky vendim rinovon bindjen se drejtësia, edhe kur vonohet, nuk mund të mohohet. Forca juaj e qetë, qartësia morale dhe përkushtimi juaj i palëkundur ndaj shërbimit publik gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë kanë qenë thellësisht frymëzuese në ndrejtimin tuaj në Tiranë dhe përkushtimit në rrjetin e qyteteve ballkanike B40. Keni treguar se demokracia nuk mbahet vetëm nga institucionet, por nga ata që e mbrojnë atë me guxim, integritet dhe bindje. Si mbrojtës të demokracisë, përvojat tona të përbashkëta zbulojnë një të vërtetë që i tekalon kufit. Lufta për demokraci në një vend është në thelb, një luftë për demokraci kudo. Çdo qëndrim për drejtësi dhe çdo mbrojtje e sundimit të ligjit forcon përpjekjen e përbashkët që i lidh shoqëritë e lira dhe të drejta me njëra tjetrën. Qëndrueshmëria juaj përballë sfidave vazhdon të i frymëzojë ata që besojnë në demokraci dhe drejtësi. Rruga përpara mund të sjellë ende vështirësi. Megjithatë, shembulli juaj jep forcë shumë kujt që mbeten të përkushtuar ndaj vlerave demokratike. Me këtë rast, domethënës, dëshiroj të shpreh solidaritetin tim më të thellë, admirimin dhe miqësinë time. Pres me padurim të takohemi sërish në një të ardhme të afërt si koleg, miq dhe besimtar të palëkundur në premtimin e demokracisë. Me përshëndetje të ngrohta dhe respekt të palëkundur, Ekrem Imamoglu, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Stambollit.